Përshëndetje të dashur shikues. Para se të fillojmë këtë histori që do t'ju prek thellë në zemër, dua t'ju bëj një pyetje shumë të rëndësishme. A mendoni se një grua duhet të dëbohet nga shtëpia vetëm sepse lindi vajza? Lëreni mendimin tuaj në komente, sepse vetëm duke folur hapur për këto padrejtësi, ne mund të ndryshojmë mentalitetet që ende na mbajnë peng. Tani, uluni rehat, përgatituni emocionalisht dhe dëgjoni historinë e Arietës, një grua që pagoi çmimin më të lartë për një faj që asnjëherë nuk e kishte. Ishte një mëngjes pranvere kur Arieta hyri për herë të parë në shtëpinë e burrit të saj. Dielli lëshonte rreze të arta mbi çatitë e kuqe të fshatit të thellë shqiptar, ku koha dukej se kishte ndaluar. Këtu, traditat jetonin më fort se ligjet moderne dhe fjala e pleqve ishte ligj i pashkruar. Arieta ishte një vajzë e re, plot jetë dhe shpresë. Kishte sytë e zinj si nata dhe një buzëqeshje që ndriçonte dhomën më të errët. Familja e saj e kishte rritur me dashuri dhe respekt, dhe ajo kishte ndërruar gjithmonë për një familje të saj, një shtëpi plot me fëmijë, me të qeshura dhe me lumturi. Burri i saj, besnik, ishte një djalë i thjeshtë, me duar të forta nga puna në ara dhe me një zemër të mirë. Ai nuk fliste shumë, por kur e shikonte Arietën, syt i shkëlqenin. Në ditën e dasmës, ai kishte premtuar se do ta mbrojë, se do të jetë përkrah saj në çdo gjë. Ti je gruaja ime, i kishte thënë ai duke i mbajtur duart, dhe bashk do të ndërtojmë një familje të bukur. Arieta i kishte besuar. Ajo kishte besuar në dashurinë e tij, në premtimet e tij dhe në të ardhmen që do ta ndërtonin së bashku. Por që nga dita e parë, diçka nuk shkoi siç e kishte imagjinuar. Familja e besnikut ishte e madhe dhe shumë tradicionale. Babai i tij, Shpëtim, ishte kreu i shtëpisë, një burr i rrept, me një zë që tingëllonte si urdhër. Nëna e tij, Valbona, ishte një grua e heshtur, por me një shikim që të gjykonte çdo lëvizje tënden. Dhe pastaj ishin vëllezrit e besnikut, me gratë e tyre, të gjithë duke jetuar nën të njëjtin qati, duke ndarë të njëjtën kuzhinë, por jo gjithmonë të njëjtin respekt. Që nga dita e parë, Arieta ndjeu peshën e syve të tyre mbi vete. Çdo mëngjes zgjohej para të gjithëve, gatuante, pastronte, punonte në kopsht dhe kujdesej për të gjithë. Ajo nuk ankohej kurrë. Kjo ishte detyra e saj si nuse e re. Kjo ishte ajo që i kishin mësuar. Një grua e mirë është ajo që e bën shtëpinë të shkëlqejë, i kishte thënë nëna e saj para se të largohej nga shtëpia e prindërve. Ti duhet të jesh e fortë, vajza ime. Duhet të respektosh familjen e burrit, sepse ajo tani është familja jote. Dhe Arieta u përpoq. Ajo u përpoq me gjithë zemër. Kaluan muajt e parë të martesës. Besnik ishte i butë me të, por rrallë kishin momente vetëm. Gjithçka ndodhte nën sytë e familjes, çdo fjalë, çdo vështrim, çdo lëvizje. Edhe shpejt filluan të dëgjoheshin fjalë të para. Kur do të na japësh një djalë, Ariet? E pyeti një ditë nëna e besnikut, duke e shikuar me një shprehje që nuk lexonte përgjigje të tjera përveç shpresoj shpejt. Arieta buzëqeshi me respekt. Zoti do të na bekoj kur të jetë koha nën Valbon. Po, por koha po kalon, shtoi Vjerra, duke tundur kokën. Një familje ka nevojë për djemt mbajnë emrin, mbajnë tokën, mbajnë fisin. Kjo shtëpi ka nevojë për trashëgimtar të vërtet. Fjalët ranë si një gur në bark të Arietës. Ajo nuk tha asgjë, por brenda saj diçka u shtrëngua. Çfarë nëse Zoti nuk do të jepte djalë? Çfarë nëse do të lindte vajzë? Por ajo largoi këto mendime. Ajo ishte e re, e shëndetshme dhe e dashuruar. Gjithçka do të shkonte mirë. Një vit pas martesës, Arieta mbeti shtatzën. Gëzimi në shtëpi ishte i madh. Besnike përqafoi fort dhe për herë të parë, familja e tij e trajtoi Arietën me një lloj respekti të ri. Ajo ishte duke sjellë një fëmijë, shpresën e fisit. Sigurisht që do të jetë djalë, tha babai i besnikut me një ton autoriteti, sikur fati mund të urdhërohej. Kjo familje ka nevojë për një trashëgimtar. Zoti do ta dëgjojë kërkesën tonë. Arieta ndjeu një presion të ri që zbriste mbi shpatullat e saj. Çdo mëngjes, gratë e familjes i sillnin këshilla. Ha mish të kuq për të pasur djalë, mos ha ëmbëlsira, fli në anën e djathtë, lutu çdo ditë për një bir. Ajo bëri gjithçka. Ajo hëngri atë që i thonin, flinte si i thonin dhe lutej me gjithë zemër. Por thellë në brendësi të saj, ajo nuk mund të hiqte dot frikën. Çfarë nëse është vajzë?
Muajt kaluan ngadalë. Barku i Arietës u rrit dhe me të u rrit edhe presioni. Familja fliste vazhdimisht për djalin që do të vinte. Asnjëri nuk e përmendi mundësinë e një vajze. Ishte sikur kjo mundësi as nuk ekzistonte. Kur erdhi dita e lindjes, Arieta ishte e shtëruar me vuajtjet. Ajo kishte punuar deri në ditën e fundit, sepse askush nuk ja kishte lehtësuar ngarkesën. Dhe tani, në dhimbjet e lindjes, ajo lutej me gjithë shpirt. Zoti im, më jep forcë, mbrom këtë fëmijë. Dhe Zot, nëse është një djalë, falenderuar qofsh, por nëse është një vajzë, mbrojeni atë, sepse çdo fëmijë është një bekim. Pas orësh vuajtjesh, një qare e hollë dëgjoi në dhomë. Mamia e fshatit e mbështolli foshnjën në një pëlhur dhe shikoi Arietën me një shprehje të trishtuar. Është vajzë. Arieta ndjeu zemrën duke i ngrirë. Jo nga zhgënjimi, ajo e deshja të fëmijë që në çastin e parë që e pa, por nga frika. Frika për atë që do të ndodhte tani. Dhe frika e saj nuk ishte e kotë. Kur lajmi u tha familjes, heshtja ra si një rruf. Askush nuk erdhi të festoj, askush nuk erdhi të përshëndet familjen. Babai i Besnikut u ngrit nga tryeza dhe doli nga dhoma pa thënë një fjalë. Nëna e Besnikut tundi kokën me zhgënjim. Besniku hyri në dhomë, i shikoi Arietën dhe fëmijën e tyre të vogël dhe për një moment ajo pa dhimbje në sytë e tij. Por ai nuk tha asgjë. Vetëm u përkul, e puthi bebe në ballë dhe doli. Arieta mblodhi foshnjën në krah dhe qau në heshtje. Kjo ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do ta shndronte jetën e saj në një ferr të gjatë dhe të dhimbshëm. Ditët që pasuan lindjen e vajzës së parë ishin të ftohta. Jo nga moti, ishte verë dhe dielli piqte fort mbi çatitë e fshatit, por nga mënyra se si Arieta u trajtua. Askush nuk e përshëndeti me gëzim, askush nuk e pyeti si ndihej, si po kalonte ditët e para të nënësisë. Familja e Besnikut vepronte sikur asgjë e rëndësishme nuk ishte ndodhur. Një vajzë, thoshte nëna e Besnikut me një ton të ftohtë sa herë që e shikonte foshnjën. Një vajzë tjetër në këtë botë, sikur nuk kishim mjaftueshëm. Arieta nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo e donte fëmijën e saj me gjithë zemër. Kur e mbante në krah, kur e ushqente, kur e shikonte duke fjetur, ndjente një dashuri kaq të thellë saqë asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. Por fjalët e familjes ja coptonin zemrën. Besniku ishte i heshtur. Ai nuk e fajsoi hapur Arietën, por as nuk e mbron në dritë për familjes. Kur babai i tij bëri komente të ashpra, ai ulte kokën dhe heshte. Kur nëna e tij fliste keq për gruan e tij, ai largohej nga dhoma. Pse nuk thua asgjë Arieta? E pyeti Arieta një natë kur ishin vetëm. Pse nuk më mbron? Besniku e shikoi me një vështrim të lodhur. Çfarë dëshiron të them, Ariet? Ata janë prindrit e mi. Unë nuk mund të dal kundër tyre. Por unë jam gruaja jote, thirrri ajo, me zë të mbushur me dhimbje. Dhe kjo është vajza jote. A nuk e do ti atë? E dua, tha ai me një zë të ulët. Por kjo nuk është ajo që familja prisnin. Ne duhet të kemi një djalë, Arieta. Kjo është e rëndësishme për kë? Pyeti ajo me lot në sy. Për ty apo për ta? Besnik nuk u përgjigj. Ai doli nga dhoma dhe Arieta mbyti vetëm me fëmijën e saj në krah, duke qarë në heshtje. Javët kaluan. Arieta u përpoq të kthehej në rutinën e saj, të punonte, të kujdesej për shtëpinë, të bënte gjithçka që pritej prej saj. Por tani kishte edhe një fëmijë të vogël për të ushqyer dhe trupi i saj ishte i shtëruar. Askush nuk e ndihmoi. Gratë e tjera në shtëpi kishin detyrat e tyre dhe asnjëra nuk ofroi të merrte edhe një pjesë të ngarkesës së Arietës. Në fakt, disa prej tyre filluan të flisnin keq për të. Ajo nuk mund të jap djalë, thoshte njëra nga kunatat me një buzëqeshje përbuzëse. Çfarë lloj gruaje është kjo? Ndoshta ka ndonjë problem, shtonte tjetra. Ndoshta Zoti nuk e do atë. Arieta i dëgjonte këto fjalë dhe çdo fjalë ishte si një shpim në zemër. Por ajo nuk tha asgjë. Ajo vazhdoi të punonte, të mos ankohej, të ruante dinjitetin e saj. Por brenda, ajo po thyhej. 2 vjet më vonë, Arieta mbeti përsëri shtatzën. Kësaj here, familja nuk festoi. Ata pritnin me një heshtje të rëndë, me një shpresë që ndihej më shumë si një kërcënim. Kësaj here duhet jetë djalë,
tha babai I besnikut një ditë, duke e shikuar Arietën me sytë e tij të ftohtë. Nëse është përsëri vajzë, atëherë kjo është një shenjë. Shenjë çfarë? Guxoi të pyeste Arieta. Shenjë se ti nuk je gruaja e duhur për këtë familje. Fjalët ranë si breshër mbi të. Arieta ndjeu gjunjët duke ju dridhur, por ajo nuk ra. Ajo e mbështeti veten në mur dhe mblodhi forcën që I kishte mbetur. Unë jam gruaja e besnikut, tha ajo me një zë që po drithej. Unë jam nëna e fëmijës suaj, dhe Zoti vendos çfarë fëmijësh do të kemi, jo unë. Zoti, tha babai I besnikut me një të qeshur të hidhur. Zoti u jep djem atyre që I meritojnë, ndoshta ti nuk je e bekuar. Arieta nuk mund të thoshte më asgjë. Ajo u largua me lot në sy dhe nuk foli më për këtë. Muajt e shtatëzënisë ishin edhe më të vështirë se hera e parë. Arieta nuk kishte mbështetje nga askush. Ajo vazhdoi të punonte deri në ditën e lindjes, dhe kur erdhi momenti, ajo ishte pothuajse e shkëputur nga jeta. Dhe përsëri, kur lindi fëmia, ishte një vajzë. Kësaj here, askush nuk erdhi as të shikonte. Askush nuk pyeti si ishte. Kur Arieta doli nga dhoma me fëmijën në krah, ajo gjeti shtëpinë e heshtur, si një varr. Besnik erdhi më vonë, dhe kur pa vajzën e dytë, ai thjesht tundi kokën dhe u largua. Arieta e kuptoi atëherë. Kjo familje nuk do t'i falte asnjëherë. Dhe kështu, me 2 vajza në shtëpi, jeta e Arietës u bë një ferr I vazhdueshëm. Me 2 vajza në shtëpi, atmosfera në familjen e besnikut ndryshoi plotësisht. Nëse më parë kishte qenë e ftohtë, tani ishte bërë armiqësore. Arieta nuk trajtohej më si një pjesë e familjes. Ajo ishte bërë një problem që duhej zgjidhur. Çdo ditë, ajo dëgjonte komente të ashpra, shikime të hidhura dhe fjalë që e përçmonin si grua dhe si nën. 2 vajza, thoshte nëna e besnikut me një ton përçmimi. 2 gojë të kota për të ushqyer, 2 barra për të martuar më vonë. Çfarë do bie ka kjo grua për këtë shtëpi? Arieta përpiqej të injoronte fjalët, por ishte e pamundur. Çdo fjalë godiste thellë, çdo vështrim e bënte të ndihej e pavlerë. Dhe më e keqja ishte se besnik nuk bënte asgjë për ta ndaluar. Pse nuk thua asgjë? E pyeste ajo shpesh kur ishin vetëm. Pse I lë të më flasin kështu? Çfarë dëshiron të bëj? Përgjigjej ai me një zë të lodhur. Ata janë prindrit e mi. Unë nuk mund të them asgjë. Por unë jam gruaja jote. Dhe ata janë familja ime, thoshte ai, duke e shikuar me një shprehje që tregonte se nuk kishte më forcë për të luftuar. Arieta e kuptoi se besnik ishte I kapur mes 2 botëve, dashuria për gruan dhe fëmijët e tij dhe respekti ndaj familjes dhe traditës, dhe ai kishte zgjedhur traditën. Vajzat e vogla rriteshin dhe Arieta u përpoq t'u jepte gjithçka që kishte. Ajo I donte ato me një dashuri të pafund dhe përpiqej t'i mbronte nga fjalët e këqija që dëgjonin në shtëpi. Por ishte vështirë. Vajzat filluan të kuptonin se ato nuk ishin të dëshiruara. Kur shihnin si u trajtoheshin djemve të familjeve të tjera me festë dhe gëzim, dhe kur shihnin se askush nuk festonte ditëlindjet e tyre, ato filluan të pyesin. Nën, pse gjyshja na thot se jemi barë? Pyeti vajza më e madhe një ditë, me sytë plot. Arieta ndjeu zemrën duke ju coptuar. Ajo e mblodhi vajzën në krah dhe ja fshiu lotët. Sepse njerëzit ndonjëherë nuk e kuptojnë se sa të çmuesh me jeni, I tha ajo me një zë të butë. Por ti nuk je barë, zemra ime. Ti je një bekim, dhe nëna të do më shumë se gjithçka në këtë botë. Por fjalët e saj nuk ishin mjaft për të shuar dhimbjen që vajzat ndjejnë çdo ditë. 3 vjet pas lindjes së vajzës së dytë, Arieta mbeti përsëri shtatzën. Kësaj here, familja nuk kishte asnjë shpresë të fshehur. Ata flisnin hapur për zhgënjimin e tyre. Nëse është përsëri vajzë, tha babai I besnikut një darkë, atëherë kjo është mëkat, kjo është dënim nga Zoti. Ndoshta duhet të marrim një mas, shtoi nëna e tij, duke e shikuar Arietën me një shprehje të ashpër. Ndoshta kjo grua nuk është për këtë familje. Arieta ndjeu frikën duke u ngjitur në fyt. Çfarë do të thoshte mas? Çfarë do të bënin me të? Por ajo nuk guxoi të pyeste. Ajo thjesht u largua nga tryeza dhe ajo natë qau deri në agim. Kur erdhi koha e lindjes,
Arieta ishte plotësisht e thyer shpirtërisht. Ajo nuk kishte më forcë për të luftuar, për të shpresuar, për të besuar se gjëra do të ndryshonin. Dhe kur lindi fëmia i tretë dhe ishte përsëri një vajzë, Arieta ndjeu se bota po i rrëzohej përreth. Kësaj here, familja nuk e fshehte zemërimin. Babai i besnikut thirri në të gjithë dhe tha me një zë të fortë: "Kjo grua është një mallkim për këtë shtëpi. 3 vajza, 3. Kjo është turp për emrin ton." Besniku nuk tha asgjë. Ai qëndroi në kënd, me kokën ulur, si një fëmijë i qortuar. Dhe Arieta, e shteruar dhe e dërmuar, mblodhi foshnjën e saj të re në krah dhe u zotua se do t'i mbronte vajzat e saj, pavarësisht se çfarë do të thonin të tjerët. Por e keqja nuk kishte përfunduar ende. Në fakt, ishte vetëm duke filluar. Pas lindjes së vajzës së tretë, jeta e Arietës u bë një ekzistencë e dhimbshme. Ajo nuk ishte më e trajtuar si një antare e familjes. Ajo ishte bërë një gabim që jetonin me të çdo ditë. Çdo mëngjes kur zgjohej, ajo ndjente peshën e shikimeve përbuzëse. Çdo ditë kur punonte në shtëpi, ajo dëgjonte komente që e bënin të ndjehej si asgjë. 3 vajza, thoshte nëna e besnikut duke tundur kokën me dëshpërim. 3 gojë që do të na hanë bukën dhe pastaj do të largohen me burrat e tyre. Çfarë do bie kemi nga kjo grua? Arieta nuk u përgjigj. Ajo kishte mësuar se heshtja ishte mënyra e vetme për të mbijetuar. Çdo fjalë që thoshte mund të përdorej kundër saj. Çdo reagim mund të shihej si mungesë respekti. Por heshtja e saj nuk e bëri jetën më të lehtë. Në fakt, e bëri më të keqe. Familja filloi ta trajtonte Arietën si një shërbëtore, jo si një nuse. Ajo punonte nga agimi deri në mbrëmje të vonë, pa asnjë pushim, pa asnjë falënderim. Dhe kur gabonte diçka, edhe nëse ishte një gjë e vogël, ajo qortohej ashpër. "Ti nuk di të bësh asgjë si duhet", thoshte nëna e besnikut. "Ndoshta kjo është arsyeja pse Zoti nuk të jep djem, sepse ti nuk je grua e vërtet." Fjalët goditnin Arietën si goditje fizike. Ajo përpiqej të mos i tregonte dhimbjen, por brenda ajo po thyhej cop-cop. Vajzat e saj po rriteshin, dhe Arieta shihte se ato po kalonin të njëjtat dhimbje që kalonte ajo. Në shtëpi, ato trajtoheshin si të padëshiruara. Kur familja ulej për darkë, djemve u jepeshin pjesët më të mira të ushqimit, ndërsa vajzave u jepeshin mbetjet. Kur bëheshin festa familjare, djemt festoheshin, ndërsa vajzat injoroheshin. Vajza më e madhe, Elira, kishte filluar të bëhej e heshtur dhe e trishtuar. Ajo nuk kërkonte më vëmendje, nuk kërkonte më dashuri. Ajo kishte mësuar se nuk ishte e dëshiruar. Një ditë, ajo erdhi te Arieta me lot në sy. "Nën", tha ajo me një zë të vogël, "pse nuk më do gjyshi? Pse më thot se unë nuk vlen asgjë?" Arieta e mblodhi vajzën në krah dhe qau bashkë me të. "Sepse njerëzit ndonjëherë janë të verbër", i tha ajo. "Ata nuk shohin sa e bukur je, sa e zgjuar je, sa e fortë je, por ti je e çmuar zemra ime, dhe mos lejo askënd të të thotë ndryshe." Por fjalët e saj nuk ishin mjaft. Dhimbja që vajzat e saj kalonin çdo ditë ishte e thellë dhe Arieta nuk kishte fuqi për ta ndaluar. 2 vjet pas lindjes së vajzës së tretë, Arieta mbeti përsëri shtatzën. Kësaj here, ajo nuk i tha askujt për një kohë të gjatë. Ajo kishte frikë nga reagimi i familjes, frikë se çfarë do të thonin, se çfarë do të bënin, por nuk mund ta fshehu përgjithmonë. Kur familja e mori vesh, reagimi ishte edhe më i keq se sa Arieta kishte imagjinuar. "Përsëri?", thiri babai i besnikut me një zë plot zemërim. "Përsëri kjo grua na sjell bar? Ndoshta kësaj here do të jetë djalë", tha besnik me një zë të dobët, duke u përpjekur të shpëtonte situatën. "Djalë?", tha babai i tij me një të qeshur të hidhur. "Ajo ka lindur 3 vajza. 3! Çfarë të bën të mendosh se kësaj here do të jetë ndryshe?" Besnik nuk pati përgjigje. Ai thjesht ulte kokën, si gjithmonë. Arieta ndjeu një trishtim të thellë. Edhe burri i saj, i cili një herë kishte dashur, kishte humbur shpresën. Muajt e shtatzanis ishin të tmerrshëm. Arieta nuk kishte mbështetje nga askush. Familja e trajtonte me prezir, dhe besnik ishte i largët, i heshtur, si një hije. Dhe kur erdhi koha e lindjes, dhe fëmia i 4 ishte përsëri një vajzë, familja eksplodoi. 4 vajza, thirrri babai i besnikut. 4! Kjo grua është një mallkim, ajo po na shkatron emrin.
Duhet të marrim një vendim, tha nëna e tij me një ton të ftohtë. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Arieta dëgjoi fjalët dhe ndjeu një frikë të thellë. Çfarë do të thoshte vendim? Çfarë do të bënin me të? Por ajo nuk pati kohë të pyeste. Ajo ishte e shteruar, e dërmuar dhe e thyer plotësisht. Dhe ajo dinte se e keqja nuk kishte përfunduar. Në fakt, ishte duke u bërë edhe më e keqe. Me 4 vajza në shtëpi, Arieta ndjente se po mposhtet nga një barë e padukshme. Çdo ditë ishte një luftë për të mbijetuar, për të ruajtur dinjitetin, për të përpjekur të mbronte vajzat e saj nga fjalët dhe veprimet që i thonin se ato nuk vlenin asgjë. Besnik kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më burri i butë dhe i kujdesshëm që kishte qenë në fillim të martesës. Tani ai ishte i largët, i heshtur dhe i thyer. Ai punonte nga agimi deri në mbrëmje, dhe kur kthehej në shtëpi, ai shmangi nga Arieta dhe vajzat. Një natë, kur të gjithë po flinin, Arieta guxoi të fliste me të. Besnik, tha ajo me një zë të ulët, a më do t'i ende? Ai e shikoi me një shprehje të lodhur, plot dhimbje. Unë nuk e di më, Ariet, tha ai. Unë e di se nuk është faji yt. Unë e di se Zoti vendos çfarë fëmijësh të kemi. Por familja ime nuk e kupton këtë. Dhe unë jam i lodhur. I lodhur nga çfarë? Pyeti ajo, me lot në sy. Nga gjithçka, tha ai. Nga presioni, nga fjalët e tyre, nga ndjenja se po zhgënjej të gjithë. Unë nuk e di më çfarë të bëj. Arieta e kuptoi atëherë se Besnik kishte humbur. Ai kishte humbur forcën për të luftuar, për të qëndruar përkrah saj, për të qenë babai që vajzat e tij meritonin. Dhe kjo e theu Arietën edhe më thellë. Javët kaluan dhe presioni u rrit edhe më shumë. Familja e Besnikut filloi të fliste hapur për mundësinë që Besnik të merrte një grua të dytë, një grua që do t'i jepte djem. Kjo është zgjidhja, thoshte babai i tij. Shumë burra e bëjnë këtë. Ti mund të mbash Arietën nëse dëshiron, por duhet të marrësh një grua tjetër që të na jap një djalë. Besnik nuk tha asgjë për një kohë të gjatë, por Arieta pa se ai po mendonte për këtë. Ajo e pa në sytë e tij, në heshtjen e tij, në mënyrën se si e shmangte. Një natë, ajo e pyeti drejt për drejt. Apo mendon të marrësh një grua tjetër? Besnik nuk mund ta shikonte në sy. Unë nuk e di, tha ai. Familja ime po më shtyp. Ata thonë se kjo është e vetmja mënyrë. Dhe ti? Pyeti ajo. Çfarë thua ti? Ai nuk u përgjigj. Dhe heshtja e tij ishte përgjigja që Arieta kishte frikë të dëgjonte. Ajo u largua nga dhoma, duke e ditur se martesa e saj ishte duke vdekur, dhe nuk kishte asgjë që mund të bënte për ta shpëtuar. Një vit më vonë, Arieta mbeti përsëri shtatzën për herë të pestë. Kësaj here, familja nuk tha asgjë. Ata thjesht e shikuan me një heshtje të ftohtë, sikur ajo ishte bërë një humbje e plot. Dhe kur lindi fëmia i pestë dhe ishte përsëri një vajzë, askush nuk u habit. Babai i Besnikut thjesht doli nga dhoma pa thënë një fjalë. Nëna e tij tundi kokën me dëshpërim, dhe Besnik thjesht shikoi vajzën e re dhe pastaj u largua. Arieta mbeti vetëm me 5 vajza, duke qarë në heshtje, duke ditur se jeta e saj kishte arritur në fundin e saj, dhe ajo kishte të drejtë. Ditët pas lindjes së vajzës së pestë ishin më të errtat në jetën e Arietës. Shtëpia që një herë kishte qenë shtëpia e saj, tani ndjehej si një burg. Familja e Besnikut nuk fliste më me të. Ata e trajtonin sikur ajo nuk ekzistonte. Besnik kishte ndryshuar plotësisht. Ai nuk e shikonte më Arietën në sy. Ai nuk luante më me vajzat e tij. Ai kishte bërë një largësi të tillë ndërmjet vetes dhe familjes së tij, saqë Arieta nuk e njihte më. Një darkë, familja u mblodh rreth tryezës për një takim të rëndësishëm. Arieta nuk ishte e ftuar, por ajo dëgjoi nga dhoma tjetër çfarë po diskutonin. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha babai i Besnikut me një zë të fortë. 5 vajza, 5. Kjo familje nuk ka trashëgimtar. Nuk ka askënd për të mbajtur emrin ton, për të mbajtur tokën ton. Kjo është një turp për fisin ton. Çfarë propozoni? Pyeti nëna e tij. Propozoj që Besnik të marrë një grua tjetër, tha babai. Një grua që do t'i jap djem. Dhe Arieta duhet të largohet. Fjalët goditën Arietën si një grushte në stomak. Ajo ndjeu gjunjët duke u dridhur
dhe ajo u mbështet në mur për të mos rënë. Por ku do të shkoj? Pyeti Besnik me një zë të dobët. Ku të doj? Tha babai i tij me një ton të ftohtë. Ajo mund të kthehet te familja e saj. Ajo mund të marrë vajzat me vete, por nuk mund të qëndroj këtu më. Por ato janë fëmijët e mi, tha Besnik. Janë vajza, tha babai i tij. Ato nuk mbajnë emrin ton. Ato nuk kanë vlerë për këtë familje. Arieta nuk mund ta dëgjonte më. Ajo u largua nga dera dhe u kthye në dhomën e saj, ku vajzat e saj po flinin. Ajo ul pranë tyre dhe qau në heshtje, duke I shikuar fytyrën e vogla të pafajshme. Si mund të ndodhte kjo? Si mund të jetë ajo faji për diçka që nuk kishte kontroll? Si mund të dënohej për diçka që Zoti kishte vendosur? Por ajo e dinte përgjigjen. Ajo jetonte në një botë ku traditat ishin më të forta se dashuria, ku emri I fisit ishte më I rëndësishëm se lumturia, ku vajzat shihen si barr dhe djemt si bekime. Dhe ajo nuk kishte fuqi për ta ndryshuar këtë. Javët e ardhshme ishin tmerr. Familja e Besnikut vazhdoi të shtypte për largimin e Arietës. Ata flisnin hapur për martesën e dytë të Besnikut dhe madje kishin filluar të kërkonin një vajzë të re për të. Arieta ndjeu se bota po I rrëzohej përreth. Ajo kishte jetuar me këtë familje për gati 10 vjet. Ajo kishte punuar, kishte vuajtur, kishte dhënë gjithçka. Dhe tani, ajo po dëbohej si një send I panevojshëm. Një ditë, Besnik erdhi te ajo dhe I tha me një zë të ulët. Ariet, familja ime po më vendos presion të madh. Ata thonë se nuk mund të vazhdojmë kështu. Ata thonë se ti duhet të largohesh. Arieka e shikoi me një shprehje të thyer. Dhe ti? Pyeti ajo. Çfarë thua ti? Besnik nuk mund të fliste. Ai thjesht ulte kokën dhe heshtja e tij ishte përgjigje që Arieta nuk donte ta dëgjonte. Ti po më dëbon? Pyeti ajo me zë të mbushur me dhimbje. Unë nuk kam zgjidhje, tha ai. Nëse nuk I dëgjoj, ata do të më heqin nga familja. Do të më heqin të drejtën e trashëgimisë, do të më çrrënzosin. Dhe unë? Thiri Arieta. Çfarë do të bëj unë? Ku do të shkoj unë me 5 vajza? Mund të shkosh te familja jote, tha ai. Familja ime nuk ka mundësi të na mbaj, tha ajo, me lot në sy. Ata jetojnë në varfëri. Si do të ushqej 5 vajza? Si do të jetojmë? Besnik nuk pati përgjigje. Ai thjesht doli nga dhoma, duke e lënë Arietën të thyer dhe të dëshpëruar. Dhe Arieta e kuptoi se vendimi ishte marrë. Ajo do të dëbohej. Dita erdhi më shpejt se sa Arieta kishte imagjinuar. Ishte një mëngjes I ftohtë vjeshte kur babai I Besnikut erdhi te ajo dhe I tha me një zë të fortë. Mbledh gjërat e tua. Ti dhe vajza do të largoheni sot. Arieta ndjeu zemrën duke I ngrirë. Edhe pse e kishte pritur këtë moment, tani që kishte ardhur, ajo nuk ishte e përgatitur. Ku të shkojmë? Pyeti ajo me një zë të vogël. Ku të duash? Tha ai me një ton të ftohtë. Por nuk mund të qëndrosh këtu më. Arieta shikoi rreth e rrotull shtëpisë që kishte qenë shtëpia e saj për gati 10 vjet. Ajo shikoi dhomën ku kishte fjetur, kuzhinën ku kishte punuar, kopshtin ku kishte ushqyer vajzat e saj. Dhe tani, po e dëbonin nga gjithçka. Ajo u kthye në dhomën e saj dhe filloi të mbledhte gjërat e pakta që kishte. Veshjet e vjetra, disa lodra për vajzat, pak ushqim që kishte arritur të grumbulloj shheurazi. Vajzat e saj po shikonin me syt plot frikë. Nën, ku po shkojmë? Pyeti Elira, vajza më e madhe. Arieta u përpoq të buzëqeshte, edhe pse zemra po I thyhej. Po shkojmë në një vend të ri, I tha ajo. Një vend ku do të jemi të lumtura. Por ajo nuk besonte në fjalët e saj. Kur u përgatit të largohej, Besnik erdhi te ajo. Ai e shikoi me një shprehje plot vaj dhe dhimbje. Ariet, tha ai me një zë të ulët, më vjen shumë keq. Arieta e shikoi me lot në sy. Ti po më dëbon, tha ajo. Ti po I dëbon vajzat e tua. Si mund të thuash se të vjen keq? Unë nuk kam zgjidhje, tha ai. Familja ime, familja jote, thiri ajo. Ne ishim familja jote. Unë dhe këto vajza, por ti zgjodhe ta në vend të nesh.
Besnik nuk mund të fliste. Ai thjesht qëndroi atje, me kokën ulur, dhe Arieta e kuptoi se ai kishte humbur çdo gjurmë trimërie që kishte pasur dikur. Ajo mblodhi vajzat e saj dhe doli nga shtëpia. Askush nuk erdhi të thoshte lam të mirë, askush nuk erdhi të përshëndet. Ajo thjesht u largua, me 5 vajza të vogla duke ecur pas saj, duke qarë dhe duke mos kuptuar pse po linin shtëpinë e tyre. Ndërsa ecte nëpër rrugën e fshatit, Arieta ndjeu peshën e shumë syve që po e shikonin. Njerëzit po flisnin, po tregonin, po gjykonin. Ajo është gruaja që lindi 5 vajza, thoshte njëri. E dëbuan nga shtëpia, shtonte tjetri. Turp për të, thoshte një grua e vjetër, duke tundur kokën. Arieta përpiqej të injoronte fjalët, por çdo fjalë e godiste si një shpim. Ajo mbante kryet lart, duke u përpjekur të ruante dinjitetin e saj, por brenda ajo po thyrhej plotësisht. Kur arriti në shtëpinë e prindërve të saj, ajo gjeti një mirëpritje të ngrohtë, por edhe një realitet të hidhur. Familja e saj jetonte në varfëri. Ata kishin pak ushqim, pak hapësirë dhe pak mundësi për ta mbështetur Arietën dhe 5 vajzat e saj. Ti mund të qëndrosh këtu, vajza ime, tha nëna e saj, me lot në sy. Por jeta do të jetë e vështirë, ne nuk kemi shumë. Arieta e dinte këtë, por ajo nuk kishte zgjidhje tjetër. Dhe kështu, ajo filloi jetën e saj të re. Një jetë plot vuajtje, plot mungesë, plot dhimbje, por edhe një jetë ku ajo ishte e lirë nga fjalët e ashpra, nga vështrimet e hidhura, nga presioni që e kishte thyer për aq shumë vite. Dhe ajo u zotua se do ta mbronte vajzat e saj, pavarësisht se çfarë do të thoshte bota. Jeta te shtëpia e prindërve të Arietës ishte shumë më e vështirë se sa ajo kishte imagjinuar. Shtëpia ishte e vogël, me 2 dhoma dhe një kuzhinë të thjeshtë. Prindrit e saj ishin të vjetër dhe të sëmurë, dhe ata jetonin me një pension të vogël që mezi i mbulonin nevojat e tyre. Tani, me Arietën dhe 5 vajzat e saj, shtëpia ishte mbipopulluar dhe burimet ishin të pamjaftueshme. Arieta nuk donte të ishte barë për prindërit e saj. Ajo dinte se ata e donin, por ajo dinte edhe se nuk kishin mundësi ta mbështetnin atë për një kohë të gjatë. Kështu, ajo filloi të kërkonte punë. Në fshat, nuk kishte shumë mundësi për një grua të divorcuar me 5 fëmijë. Njerëzit e shikonin me përbuzje, flisnin për të dhe shumë prej tyre nuk donin ta punësonin. Por Arieta nuk donte të rihej. Ajo shkoi nga shtëpi në shtëpi duke ofruar shërbimet e saj, pastrimin, gatimin, rroba qepsin, çfarëdo që kishte nevojë. Në fillim, shumë njerëz e refuzuan. Disa nga ata i thonin fjalë të ashpra. Ti je gruaja që u dëbua nga shtëpia për shkak të vajzave, thoshte njëra. Pse do të punosonim ne? Arieta përpiqej të mos i linte fjalët a goditnin, por ishte e vështirë. Çdo refuzim ishte një goditje tjetër në dinjitetin e saj që tashmë ishte i thyer. Por ajo nuk dha dorëheqjen. Ajo vazhdoi të kërkonte dhe më në fund, një familje e moshuar e pranoi të punësonte për të pastruar shtëpinë e tyre dhe për të gatuar. Paga ishte shumë e vogël, sa për të blerë pak bukë, pak perime dhe pak ushqim për vajzat, por ishte diçka, dhe Arieta ishte mirënjohëse. Ajo punonte nga agimi deri në mbrëmje. Çdo mëngjes zgjohej herët, përgatiste vajzat për ditën dhe pastaj shkonte në punë. Ajo pastronte, gatuante, lante dhe bënte çdo punë që i thuhej. Kur kthehej në shtëpi në mbrëmje, ajo ishte e shtëruar, por ajo nuk ankohej kurrë. Ajo i ushqente vajzat e saj me çfarëdo që kishte arritur të blinte dhe pastaj i shtronte për të fjetur duke u treguar për alla për të sa të forta dhe të bukura ishin. Ju jeni vajzat e mia të çmuara, u thoshte ajo, dhe nuk ka asgjë në këtë botë që nuk mund të arrini nëse besoni në veten tuaj. Vajzat e dëgjonin me syt plot admirim. Ato e donin nënën e tyre me gjithë zemër, dhe edhe pse jetonin në varfëri, ato nuk ndiheshin të braktisura. Ata kishin njëri tjetrin dhe kjo ishte më e rëndësishmja. Por jeta nuk ishte e lehtë. Vajzat po rriteshin dhe nevojat e tyre po rriteshin gjithashtu. Ato kishin nevojë për veshje, për shkollë, për ushqim më të mirë, dhe Arieta nuk kishte mjaft për t'i dhënë gjithçka që ato meritonin. Një ditë, vajza më e madhe, Elira, erdhi te ajo me lot në sy. "Nën", tha ajo, "në shkollë fëmijët më tallnin. Ata thonë se unë nuk kam baba, se ne jemi të varfra, se ne nuk vlem asgjë." Arieta ndjeu zemrën duke ju coptuar. Ajo e mblodhi vajzën në krah dhe ja fshiu lotët. "Ti vlen më shumë se të gjithë ata së bashku", i tha ajo me një zë të fortë.
dhe mos lejo askënd të thotë ndryshe. Ti je vajza ime dhe unë do të bëj gjithçka për të siguruar që ti të kesh një jetë të mirë. Por fjalët e saj nuk ishin mjaft për të shuar dhimbjen që vajzat e saj kalonin çdo ditë. Arieta e dinte se duhej të gjente një mënyrë për të përmirësuar jetën e tyre. Por si? Ajo nuk kishte arsim të lartë, nuk kishte aftësi të veçanta dhe jetonte në një fshat ku mundësitë ishin shumë të kufizuara. Një ditë, ndërsa po punonte në shtëpinë e një familjeje të pasur, ajo dëgjoi një bisedë mes gruas së shtëpisë dhe një vizitore. Kam dëgjuar se në qytet ka programe për gra që duan të fillojnë bizneset e tyre, tha vizitorja. Ato ofrojnë trajnime dhe kredi të vogla për të filluar. Arieta dëgjoi me vëmendje. Kjo ishte diçka që ajo nuk e kishte dëgjuar më parë. Një mundësi për të filluar diçka të veten, për të qenë e pavarur, për të dhënë një jetë më të mirë për vajzat e saj. Ajo vendosi se do të kërkonte më shumë informacion, dhe kjo vendim do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ditët e ardhshme, Arieta punonte edhe më shumë për të kursyer pak para për të shkuar në qytet. Ajo kishte mësuar për një program që ndihmonte gratë në nevojë të fillonin biznese të vogla, dhe ajo donte të shihte nëse kishte ndonjë mundësi për të. Një mëngjes, ajo i la vajzat me nënën e saj dhe mori autobusin për në qytet. Ishte hera e parë që ajo largohej nga fshati që kur ishte dëbuar nga shtëpia e burrit të saj, dhe ndjenja ishte e çuditshme. Ajo ndjeu një përzierje frike dhe shprese. Kur arriti në qytet, ajo gjeti zyrën e organizatës që ofronte ndihmë për gratë. Ishte një ndërtesë e vogël, por e mirëmbajtur, dhe brenda kishte disa gra që po diskutonin për projektet e tyre. Arieta hyri me ngurimin. Ajo nuk ishte mësuar të kërkonte ndihmë nga të tjerët, dhe ndjeu një turp të thellë duke qenë atje. Por gruaja që e priti ishte e ngrohtë dhe e mirëkuptuar. Mirë se vini, i tha Lio me një buzëqeshje. Si mund t'ju ndihmoj? Arieta i tregoi historinë e saj, se si ishte dëbuar nga shtëpia, se si jetonte me 5 vajza në varfëri, se si donte të gjente një mënyrë për t'i mbështetur ato. Gruaja e dëgjoi me vëmendje, dhe kur Arieta mbaroi, ajo i tha me një zë të butë. Ju jeni shumë e fortë për të ardhur këtu, dhe ne do t'ju ndihmojmë. Kemi programe që ofrojnë trajnime për aftësi të ndryshme, rroba qepësi, gatim, bujqësi dhe më shumë. Dhe pastaj, nëse jeni të gatshme, ne ofrojmë kredi të vogla për të filluar biznesin tuaj. Arieta ndjeu një shkëndijë shprese që ndizet brenda saj. Çfarë duhet të bëj? Pyeti ajo. Së pari, zgjidhni një aftësi që doni të zhvilloni, tha gruaja. Çfarë dini të bëni mirë? Arieta mendoi për një moment. Ajo kishte punuar në kuzhinë për shumë vite. Ajo dinte të gatonte mirë, dhe shumë njerëz e kishin lavdëruar për ushqimin e saj. Gatim, tha ajo. Më pëlqen të gatuaj. Atëherë do të filloj me trajnim për gatim, tha gruaja me një buzëqeshje. Dhe pastaj, nëse doni, mund të filloni një biznes të vogël, ndoshta një restorant i vogël ose shitje ushqimi të përgatitur. Arieta ndjeu zemrën duke ju rrahur me shpresë. Kjo ishte një mundësi që ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë, një mundësi për të ndërtuar diçka të veten, për të qenë e pavarur, për t'i dhënë vajzave të saj një jetë më të mirë. Ajo u regjistrua për trajnim dhe javët e ardhshme filloi të shkonte në qytet 2 herë në javë për të mësuar teknika të reja gatimi, për të mësuar si të menaxhonte një biznes, si të tregtonte produktet e saj. Ishte e vështirë. Ajo duhet të balanconte punën e saj të përditshme, kujdesin për vajzat dhe trajnimin. Ajo flinte pak dhe shpesh ndjehej e shtëruar, por ajo nuk dha dorëheqjen. Pas disa muajsh trajnimi, Arieta aplikoi për një kredi të vogël për të filluar një biznes të vogël. Ajo donte të gatonte ëmbëlsira dhe ushqime tradicionale dhe t'i shiste në tregun e fshatit. Kur kredia u miratua, ajo nuk mund ta besonte. Ishte hera e parë që diçka e mirë po i ndodhte që prej shumë kohësh. Ajo bleu përbërësit e nevojshëm dhe filloi të gatuante. Çdo ditë, ajo gatuante byrek, bakllava, pet dhe ëmbëlsira të tjera tradicionale. Ajo i paketonte me kujdes dhe i çonte në tregun e fshatit. Në fillim, njerëzit ishin skeptik. Disa prej tyre flisnin keq për të, duke thënë se ajo ishte gruaja e dëbuar, se nuk duhej mbështetur. Por ata që provojnë ushqimin e saj, ndryshuan mendje shpejt. Ushqimi i Arietës ishte i shijshëm, i përgatitur me dashuri dhe shumë cilësor.
Fjalë për fjalë u përhap dhe më shumë njerëz filluan të blenin nga ajo. Pas pak muajsh, ajo kishte klient të rregullt dhe biznesi i saj po rritej. Arieta nuk mund ta besonte se jeta e saj po ndryshonte. Ajo po fitonte para, po i mbështeste vajzat e saj dhe po ndërtonte një jetë të re. Dhe më e rëndësishmja, ajo po i tregonte vajzave të saj se një grua mund të jetë e fortë, e pavarur dhe e suksesshme, pavarësisht se çfarë të thonë të tjerët. Jeta e re e Arietës po merrte formë. Biznesi i saj po rritej, vajzat po shkolloheshin dhe po rriteshin, dhe ajo po ndërtonte një jetë që nuk varej nga askush. Por një ditë ndodhi diçka që ajo nuk e kishte pritur. Besnik erdhi ta takonte. Ishte një pasdikë e vjeshte kur ajo e pa duke ecur drejt shtëpisë së prindërve të saj. Ai duke i lodhur, më i vjetër dhe më i thyer se kur ajo e kishte parë herën e fundit. Arieta ndjeu një përzierje emocionesh, zemërim, dhimbje, por edhe një pjesë e vogël kurreshtje. Çfarë donte ai pas gjithë kësaj kohe? Kur ai arriti te dera, ajo doli dhe ndaloi përpara se ai të hynte. "Çfarë dëshiron?" pyeti ajo me një zë të ftohtë. Besnik e shikoi me sy të plot pendim. "Ariet," tha ai me një zë të ulët, "më vjen shumë keq." "Keq për çfarë?" pyeti ajo. "Keq që më dëbove? Keq që i braktise vajzat tona? Keq që më le të vuaj vetëm?" "Keq për gjithçka," tha ai me lot në sy. "Unë bëra një gabim të madh. Unë nuk duhej të dëgjoja familjen time. Unë duhej të qëndroja për krah teje." Arieta ndjeu zemërimin duke u ngjitur brenda saj. "Tani e kupton?" tha ajo me një zë të ashpër. "Pas gjithë kësaj kohe, tani e kupton?" "Po," tha ai, "dhe dua të kthehem. Dua të jem sërish me ty dhe me vajzat." Arieta e shikoi me mosbesim. "Dhe familja jote?" pyeti ajo. "Çfarë thon ata?" Besnik ulte kokën. Ata më larguan," tha ai. "Pasi ti u largove, ata ma gjetën një grua tjetër, por ajo nuk mund të kishte fëmijë. Dhe kur familja ime e mori vesh, ata më fajsuan. Ata thanë se unë isha problemi, jo ti." Arieta ndjeu një zhgënjim të thellë. Besnik nuk ishte ardhur sepse e donte atë. Ai kishte ardhur sepse nuk kishte më vend tjetër për të shkuar. "Pra, ti erdhe këtu sepse ata të larguan?" tha ajo me një ton të hidhur. "Jo sepse më do, por sepse nuk e zgjidhje tjetër." "Jo, Ariet," tha ai, duke u përpjekur ta merrte dorën e saj. "Unë erdha sepse kuptova se bëra gabimin më të madh të jetës sime. Unë të dua, dhe i dua vajzat tona, dhe dua të jem përsëri me ju." Arieta tërhoqi dorën. "Ku ishe ti kur ne kishim nevojë për ty?" pyeti ajo, me zë të mbushur me dhimbje. "Ku ishe ti kur vajzat tona qanin sepse nuk kishin baba? Ku ishe ti kur unë punonja nga agimi deri në mbrëmje vetëm për të bler bukë për to?" Besnik nuk pati përgjigje. Ai thjesht qëndroi atje, me kokën ulur, dhe Arieta e pa se ai ishte një burr i thyer. Por ajo nuk ndjeu keqardhje për të. Ajo kishte kaluar shumë dhimbje, shumë vuajtje për të arritur këtu, dhe ajo nuk donte të kthehej mbrapsht. "Besnik," tha ajo me një zë të qetë, "unë nuk mund të marr mbrapsht. Unë kam ndërtuar një jetë të re, unë kam ndërtuar një biznes, unë jam e pavarur, dhe nuk kam nevojë për ty më." Besnik e shikoi me sy të plot dëshpërim. "Por, çfarë për vajzat?" pyeti ai. "A nuk duan ato ta shohin babain e tyre?" Arieta mendoi për një moment. Ishte e vërtet se vajzat e përmendnin babain e tyre ndonjëherë, por ato kishin mësuar të jetonin pa të. Ato kishin mësuar se nëna e tyre ishte e fortë mjaft për të dyja rolet. "Nëse dëshiron t'i shohësh vajzat," tha ajo, "mund ta bësh, por jo si burri im, jo si pjesë e jetës sime, vetëm si babai i tyre." Besnik pranoi, dhe që atëhere, ai filloi të vizitonte vajzat çdo javë, por Arieta nuk e la asnjëherë ta hynte në jetën e saj përsëri. Ajo kishte mësuar një mësim të rëndësishëm. Ajo nuk kishte nevojë për askënd për të qenë e plot. Ajo ishte mjaft e fortë vetë. Me kalimin e kohës, historia e Arietës filloi të përhapej jo vetëm në fshat, por edhe në fshatra të tjerë përreth. Njerëzit dëgjuan për gruan që u dëbua nga shtëpia, sepse lindi vajza, por që nuk u thye. Në vend të kësaj, ajo ngriti një biznes,
u bë e pavarur dhe I rrit vajzat e saj me dinjitet dhe forcë. Shumë gra në situata të ngjashme filluan ta vinin ta takojnë Arietën. Ato I tregonin historitë e tyre, histori të ngjashme me të sajën, plot dhimbje, padrejtësi dhe presion. Arieta I dëgjonte me zemër të hapur dhe u ofroi mbështetje. Ajo I tregoi atyre për programin që e kishte ndihmuar dhe I inkurajoi të kërkonin ndihmë për të ndërtuar jetën e tyre. Ju nuk jeni të pafuqishme, u thoshte ajo. Ju jeni shumë më të forta se sa mendoni. Dhe nëse unë mund ta bëja, mund ta bëni edhe ju. Fjalët e saj I frymëzonin gratë, dhe shpejt një numër në rritje I grave filluan të ndiqnin trajnime, të fillonin biznese të vogla dhe të bëheshin të pavarura. Kjo ndryshoi dinamikën e fshatit. Burrat që më parë kishin kontroll të plot mbi gratë e tyre, filluan të shohin se gratë nuk ishin më aq të varura, dhe kjo I bëri të shqetësuar. Disa burra filluan të flasin keq për Arietën. Ajo po aprish mendjen grave tona, thoshte njëri. Ajo po I bën ato të mos I dëgjojnë burrat. Kjo është një rrezik për traditën tonë, shtonte tjetri. Nëse gratë bëhen të pavarura, atëherë çfarë do të bëhet me familjet tona? Por Arieta nuk u tremb. Ajo vazhdoi punën e saj dhe vazhdoi të mbështesë gratë që kishin nevojë. Dhe shumë njerëz, veçanërisht gratë, e respektonin për këtë. Një ditë, në tregun e fshatit, një grua e vjetër ju afrua Arietës. Ti je një grua e fortë, I tha ajo. Unë dëgjova historinë tënde dhe unë jam e impresionuar. Ti nuk u theve nga ajo që të bën, ti u ngrite përsëri. Arieta buzëqeshi. Faleminderit, tha ajo, por unë nuk bëra asgjë të veçantë, thjesht nuk dha dorëheqjen. Jo, tha gruaja, ti bëre shumë. Ti u tregove vajzave tua se ato nuk janë barë. Ti u tregove grave të tjera se ato mund të jenë të pavarura. Dhe ti na tregove të gjithëve neve se traditat e vjetra nuk janë gjithmonë të drejta. Fjalët e gruas e prekën Arietën thellë. Ajo nuk e kishte menduar se ajo po bënte diçka kaq të rëndësishme. Ajo thjesht po përpiqej të mbijetonte, të mbante vajzat e saj dhe të ndërtonte një jetë më të mirë. Por tani, ajo e kuptoi se historia e saj kishte një ndikim më të gjerë. Ajo po ndryshonte mentalitetet, po sfidonte traditat dhe po frymëzonte njerëzit. Dhe kjo I dha një ndjenjë të re të qëllimit. Vitet kaluan dhe vajzat e Arietës u rritën. Ato ishin vajza të forta, të zgjuara dhe të guximshme. Çdo një nga ato kishte personalitetin e saj të veçantë, por të gjitha kishin një cilësi të përbashkët. Ato nuk lejonin askënd t'i përcaktonte. Elira, vajza më e madhe, ishte bërë një studente e shkëlqyer. Ajo donte të studionte mjeksi dhe përpiqej me gjithë zemër për të arritur ëndrrën e saj. Vajza e dytë, Drita, ishte talentuar në art. Ajo pikturonte dhe vizatonte, dhe ëndra e saj ishte të bëhej një artiste e njohur. Vajza e tretë, Liria, ishte zgjuar dhe interesuar për biznes. Ajo donte të ndihmonte nënën e saj të zgjeronte biznesin dhe kishte ide të mëdha për të ardhmen. Vajza e katërt, Shpresa, ishte plot energji dhe dashuri për sportin. Ajo luante futboll dhe ëndëronte të bëhej një lojtare profesionale. Dhe vajza më e vogël, Nora, ishte ende fëmijë, por kishte një personalitet të fortë dhe një zemër të madhe. Arieta e shikonte vajzat e saj dhe ndjente një krenari të pafund. Ato ishin prova e gjallë se vajzat nuk janë barë, ato janë bekim, forcë dhe shpresë. Por jo të gjithë në fshat mendonin kështu. Kur Elira aplikoi për të studiuar në universitet, shumë njerëz flisnin keq. Një vajzë që studion mjeksi, thoshte njëri, çfarë do bie ka kjo? Ajo do të martohet dhe do të braktisë gjithçka. Nëna e saj po e shkatëron, shtonte tjetri. Ajo po e bën vajzën të mendoj se mund të jetë njësoj si një djalë. Por Arieta nuk I lejoi fjalët e tyre ta ndalojnë. Ajo e mbështeti Elirën me gjithë zemër, dhe kur Elira u pranua në universitet, Arieta qau nga gëzimi. Ti do të jesh një mjeke e mrekullueshme, I tha ajo, dhe unë do të jem gjithmonë krenare për ty. Vajzat e tjera gjithashtu filluan të ndiqnin ëndrrën e tyre, dhe Arieta bëri gjithçka që mund për t'i mbështetur. Një ditë, Besnik erdhi ta vizitonte, dhe pa vajzat duke punuar në biznesin e nënës së tyre. Ai u habit nga sa të forta dhe të pavarura ishin. Ato janë të mrekullueshme, I tha ai Arietës.
Ti bëre një punë të shkëlqyer duke i rritur. Arieta e shikoi me një shprehje të qetë. Ato janë të mrekullueshme sepse nuk i la askush t'u thoshte se nuk vlenin asgjë, tha ajo. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që mund t'u mësoj atyre. Besniku ulte kokën, duke e kuptuar se ai kishte humbur shumë nga jeta e vajzave të tij, dhe kjo ishte një dhimbje që do ta mbante gjithmonë. Vitet kishin kaluar, por e kaluara e Arietës nuk ishte harruar. Ajo ende kujtohej nga ajo dhimbje e thellë që kishte kaluar në shtëpinë e besnikut, dhe shpesh natën shihte ëndra për momentin kur u dëbua. Një ditë, ndërsa ishte në tregun e fshatit duke shitur produktet e saj, ajo pa një fytyrë të njohur. Valbona, ish vjehra e saj. Valbona po ecte ngadalë, duke u mbështetur në një shkop. Ajo duke e vjetër, e lodhur dhe e thyer. Kur sytë e saj u takuan me ato të Arietës, ajo ndaloi. Për një moment, të dyja qëndrojnë në heshtje, duke u shikuar njëra tjetrën. Pastaj, Valbona u afrua ngadalë. Ariet, tha ajo me një zë të ulët. Arieta nuk tha asgjë. Ajo thjesht e shikoi, duke pritur të shihte çfarë do të thoshte gruaja që dikur e kishte trajtuar me aq shumë mizori. Unë dëgjova se ti e bërë shumë e suksesshme, tha Valbona, me një shprehje të vështirë. Dëgjova se ti ke një biznes të mirë dhe se vajzat e tua janë të forta dhe të shkolluara. Arieta ende nuk tha asgjë. Valbona vazhdoi, me zë të mbushur me pendes. Unë bëra gabim, tha ajo. Ne të gjithë bëm gabim. Ne nuk duhej të trajtonim kështu. Ne nuk duhej të fajsonim për diçka që nuk ishte faji yt. Arieta ndiu një përzierje emocionesh. Një pjesë e saj donte të thërras, ti thoshte asaj gjithë dhimbjen që kishte kaluar për shkak të saj. Por një pjesë tjetër ndjeu vetëm lodhje. Pse po më thua këto tani? Pyeti ajo me një zë të qetë. Valbona ulte kokën. Sepse jeta ma mësoi, tha ajo. Pas shumë vitesh, një nga djaltë e mi pati një vajzë. Dhe kur familja filloi ta trajtonte atë njësoj si ne të trajtuam ty, unë e pash. Pash dhimbjen në sytë e saj. Pash padrejtësinë. Dhe për herë të parë kuptova se çfarë i bëm ty. Arieta ndjeu zemrën duke ju shtrënguar. Pra, Valbona kishte mësuar mësimin, por vetëm kur e pa dhimbjen në familjen e saj. A e ndalove? Pyeti Arieta. A i mbrove? Valbona ngriti kokën, me lot në sy. Po, tha ajo. Unë fola. Unë i thash burrit tim dhe djemve të mi se ata po bëjnë gabim. Unë u thash se vajzat janë po aq të vlefshme sa djemt. Dhe ata më dëgjuan. Arieta ndjeu një ndjenjë të çuditshme lehtësimi. Ndoshta dhimbja e saj nuk ishte qenë e kotë. Ndoshta historia e saj kishte ndihmuar dikë tjetër. Më vjen mirë që e bëre, tha ajo. Por kjo nuk i shlyn fjalët dhe veprimet që më bët mua. E di, tha Valbona me zë të thyer, dhe nuk po kërkoj falje, sepse e di se nuk e meritoj, por doja të them se isha gabim dhe se ti je një grua e fortë dhe admirueshme. Arieta e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, ajo tundi kokën. Faleminderit që erdhe, tha ajo, por unë nuk kam nevojë për fjalët e tua më. Unë kam ndërtuar një jetë të re dhe jam në paqe me të kaluarën time. Valbona pranoi dhe ato u ndan, por Arieta ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Ajo nuk ndjente më zemërim të thellë. Ajo ndjeu vetëm një trishtim të qetë për kohën e humbur dhe një krenari për forcën që kishte gjetur. Vitet vazhduan të kalojnë dhe jeta e Arietës u bë një shembull për shumë njerëz. Historia e saj u përhap në shumë fshatra dhe ajo u bë një simbol i forcës dhe të drejtës së grave. Organizata që e kishte ndihmuar atë e ftoi të fliste në evento, të tregonte historinë e saj dhe të frymëzonte gra të tjera që po kalonin situata të ngjashme. Në fillim, Arieta ishte e nguruar. Ajo nuk ishte qenë kurrë një folëse publike dhe mendonte se historia e saj nuk ishte aq e veçantë. Por kur pa se sa shumë gra po prekeshin nga fjalët e saj, ajo e kuptoi se historia e saj kishte fuqi. Unë u dëbova nga shtëpia për diçka që nuk ishte faji im, tha ajo në një nga eventet e para, por unë nuk u theva, unë u ngrita përsëri dhe ndërtova një jetë të re. Dhe nëse unë mund ta bëja, ju mund ta bëni edhe ju.
Fjalët e saj u përshëndetën me duar trokitje dhe shumë gra erdhën ta takojnë më vonë, duke i falenderuar për frymëzimin. Vajzat e Arietës gjithashtu filluan të ishin pjesë e kësaj pune. Elira, që tani ishte mjeke, filloi të jepte shërbime falas për gra në nevojë. Drita, artistja, krijoi pikturat që tregoneshin në ekspozita dhe përcjellnin mesazhe për fuqizimin e grave. Liria zgjeroi biznesin e nënës dhe filloi të punësonte gra të tjera në fshat. Shpresa u bë një lojtare e suksesshme futbolli dhe përdorte platformën e saj për të folur për të drejtat e vajzave. Dhe Nora, edhe pse ende e re, po përgatitej të ndiqte hapat e motrave të saj. Arieta i shikonte me një krenari të pafund. Ato ishin çmimi i saj, trashëgimia e saj, prova e gjallë se vajzat janë të vlefshme, të forta dhe të paçmuara. Një ditë, Arieta mori një ftesë të veçantë. Ajo u ftua të fliste në një konferencë kombëtare për të drejtat e grave. Ishte një nder i madh dhe ajo pranoi me gëzim. Në ditën e konferencës, Arieta qëndroi para një auditori të madh, plot me njerëz nga i gjithë vendi. Ajo ndjeu nervozizëm, por kur pa vajzat e saj në radhën e parë, duke mbështetur me buzëqeshje, ajo mori frymë thellë dhe filloi të flasë. Emri im është Arieta dhe kjo është historia ime. Ajo tregoi për dhimbjen që kishte kaluar, për padrejtësinë që kishte përballuar, për momentin kur u dëbua nga shtëpia. Por ajo tregoi edhe për forcën që kishte gjetur, për vendimin që kishte marrë për të mos u dorëzuar dhe për jetën e re që kishte ndërtuar. Unë nuk jam më gruaja e dëbuar, tha ajo. Unë jam gruaja e fortë. Unë jam nëna e 5 vajzave të mrekullueshme. Unë jam pronarja e një biznesi të suksesshëm dhe unë jam një zë për gratë që ende po luftojnë për të drejtat e tyre. Auditori shpërtheu në duar trokitje dhe shumë njerëz u ngritën në këmbë. Arieta ndjeu lot gëzimi duke i rënë në faqe. Ajo kishte kaluar aq shumë, por tani ajo po qëndronte këtu, duke treguar historinë e saj dhe duke frymëzuar të tjerët. Dhe ajo e dinte se kjo ishte trashëgimia e saj, jo dhimbja, jo padrejtësia, por forca që kishte gjetur dhe shpresa që kishte dhënë të tjerëve. Shumë vite pas asaj dite kur u dëbua nga shtëpia, Arieta kishte arritur diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë, një jetë të plotë, të pavarur dhe plot kuptim. Biznesi i saj kishte rritur shumë. Ajo kishte tani një dyqan të vogël në qytet ku shiste produktet e saj dhe kishte punësuar disa gra të tjera që ishin në situata të vështira. Ajo u jepte atyre jo vetëm punë, por edhe shpresë dhe mbështetje. Vajzat e saj të gjitha kishin arritur ëndrat e tyre. Elira ishte mjeke, Drita një artiste e njohur, Liria drejtonte një biznes të suksesshëm. Shpresa ishte një lojtare futbolli e famshme dhe Nora po studionte për të bërë një inxhiniere. Arieta i shikonte dhe ndjeu një kënaqësi të thellë. Ajo kishte bërë atë që shumë njerëz thonë se ishte e pamundur. Ajo kishte rritur 5 vajza vetëm, pa mbështetjen e një burri, dhe ato të gjitha ishin gra të forta, të suksesshme dhe të lumtura. Një ditë, vajzat e saj e surprizuan me një festë. Ishin ftuar shumë njerëz, miq, klient, gra që Arieta kishte ndihmuar dhe madje edhe disa antar të familjes së saj. Kur Arieta hyri në dhomë dhe pa të gjitha ata njerëz të mbledhur për të festuar jetën e saj, ajo nuk mund ta mbante lotët. Ju jeni arsyeja pse unë nuk dorëzoha kurrë, tha ajo, duke i shikuar vajzat e saj. Ju jeni forca ime, shpresa ime dhe krenaria ime, dhe çdo gjë që bëra, e bëra për ju. Vajzat e përqafuan fort dhe çdo një prej tyre foli. Elira tha: "Nën, ti na mësove se ne mund të bëhemi çfarë të duam, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Ti je heroja ime." Drita tha: "Ti na tregove se forca nuk vjen nga prania e dikujt tjetër, por nga besimi në veten tonë. Faleminderit që ishe gjithmonë për krah nesh." Liria tha: "Ti na mësove se puna dhe vendosmëria mund të kapërcejnë çdo pengesë. Ti je modeli im." Shpresa tha: "Nën, ti na dhe vizionin që vetëm ne mund të kushtizzonim ëndrat e tyre dhe trurin që mund t'i rifitonim ato.
je falmirsja e ime. Nora tha, nën, ti na mësove se disiplina nuk vjen nga shohimi me shukrim, por nga besimi në veten tonë, je gjenerata ime. Arieta i mori të gjithë në një përqafim dhe një kënaqësi thellë i mbushtellur zemrën. Ajo e dinte se kjo ishte trashëgimia e saj, jo dhimbja, jo padrejtësia, por forca që kishte gjetur dhe shpresa që kishte dhënë të tjerëve. Ajo kishte arritur diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë, një jetë të plotë, të pavarur dhe plot kuptim. Shpresa tha, ti na tregove se jeta nuk është e përcaktuar nga e kaluara, por nga zgjedhjet që bëjmë sot. Unë jam e lumtur që ti je nëna ime. Nora, më e vogël, tha, nën, unë dua të jem njësoj si ti kur të rritem, e fortë, e gutësimshme dhe e dashur. Faleminderit që më mësove të mos dorëzohem kurrë. Arieta qau, por këtë herë ishi lot gëzimi. Ajo kishte kaluar në përferrin, por kishte arritur në anën tjetër. Dhe ajo kishte me vete çmimin më të madh, dashurinë dhe respektin e vajzave të saj. Historia e Arietës nuk është vetëm një histori e trishtimit dhe dhimbjes, është një histori e forcës, e shpresës dhe e ndryshimit. Ajo u dëbua nga shtëpia për diçka që nuk ishte faji i saj. Ajo u trajtua me mizori dhe padrejtësi, por ajo nuk u thye. Ajo u ngrit përsëri, ndërtoi një jetë të re dhe u bë një shembull për të gjithë ata që mendojnë se nuk kanë forcë për të vazhduar. Sot, Arieta jeton me 5 vajzat e saj të mrekullueshme dhe ajo vazhdon të ndihmojë gra të tjera që janë në situata të vështira. Ajo është një zë për drejtësi, për barazi dhe për respektin e grave. Dhe historia e saj është një kujtesë se pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë jeta, pavarësisht se sa të padrejtë mund të jenë njerëzit, pavarësisht se sa e thellë mund të jetë dhimbja, gjithmonë ka shpresë. Gjithmonë ka një mënyrë për të vazhduar dhe gjithmonë ka forcë brenda nesh për të luftuar. Sepse në fund të fundit, ne nuk jemi të përcaktuar nga ajo që na ndodh, por nga ajo që zgjedhim të bëjmë pas asaj që na ndodh. Dhe Arieta zgjodhi të luftoj, zgjodhi të mos dorëzohej, zgjodhi të jetë forcë për vajzat e saj dhe shembull për të gjithë ne. Dhe kjo është trashëgimia e saj. Faleminderit që dëgjuat këtë histori. Nëse u prekët, nëse pajtoheni ose nuk pajtoheni me padrejtësinë që përjetoi Arieta, lërmëni mendimin tuaj në komente. Dhe nëse kjo histori ju preku emocionalisht, ndajeni me të tjerët, sepse vetëm duke folur hapur për këto çështje, ne mund të ndryshojmë mentalitetet dhe të ndërtojmë një shoqëri më të drejtë.